Pak ditë më parë, për shkak të mos zgjedhjes së presidentit, u shpërnda një kuvend plotësisht legjitim, i dal nga zgjedhjet ku qytetarët e Kosovës folën qartë, drejtë dhe bindshëm. Vullneti i tyre ishte i padiskutueshëm. Mandati ishte i qartë, legjitimiteti ishte i plotë. Dhe për një kohë shumë të shkurt, u votuan shumë marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare e shumë ligje që do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por edhe kësaj radhe, në vend të respektimit të verdiktit qytetar, u prodhuan kriza artificiale dhe blokada politike që quan vendin drejt zgjedhjeve të reja. Fatkeqësisht, kjo nuk është diçka e panjohur për qytetarët tanë. Të njëjtën qasje kemi parë edhe vitin e kaluar për më shumë se 10 muaj me radhë, pengesa, vonesa, bojkoti organizuar dhe shmangje nga përgjegjësitë kushtetuese. Ky bojkot pra nuk ishte i rastësishëm as për herë të parë. Ishte një strategji presioni politik për ta futur vendin në një cikël të pafund zgjedhjesh, me shpresën se pasiguria dhe krizat e vazhdueshme do ta dobësonin vullnetin qytetar. Në vend që institucionet të funksiononin normalisht dhe të respektohej vullneti i qytetarëve, u zgjodh rruga e bojkotit dhe blokadës institucionale.